Në një zyrë luksoze, në katin më të lartë të një kulle biznesi, një djalë i varfër po shtërohet përballë disa magnatëve të mërzitur. Por ajo që askush nuk e priste, ishte se fëmia fshinte një sekret të aftë për ta përmbysur të gjithë lojën. Ajo që më pas rrëzon pushtetin, nxjerr në dritë të vërteta të fshehura dhe nis një revolucion të heshtur. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Prometoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Dielli i dimrit hynte tepërtej dritareve të katit të 42 të ndërtesës, kulla Shqiponia, në zemër të bulevardit Dëshmorët e Kombit në Tiranë. Drita e artë e pasdites reflektoi mbi mermerin italian që vishte dyshemen, duke krijuar një lojë hijesh mbi mobiljet me dizajn evropian të shpërndara në sallën e mbledhjeve. Ky ishte një nga katet më ekskluzive të kullës, i rezervuar vetëm për ekzekutivet e nivelit më të lartë të Castrati Holdings, një perandori biznesi që dominonte sektor që nga ndërtimi e deri te tregu financiar. Atë pasdite qershori, 6 burra zinin koltukët prej lëkure origjinale rreth tryezës prej xhamit të temperuar. Ishin ortakët mazhoritar, pronarët e vendimeve që lëviznin miliarda euro çdo muaj. Mes purove të importuara dhe gotave me whisky skocez 50 vjeçar, ata bisedonin për blerje, fuzionime dhe shifra që për shumicën e njerëzve nuk do të ishin gjë tjetër veç se fiksion. Kondicioneri mbante një temperaturë të këndshme, ndërsa poshtë, në rrugë, qyteti zjente në nxehtësinë prej gati 30 gradësh. Besnik Castrati, patriarku i grupit dhe themeluesi i holdingut, ishte 63 vjeç dhe kishte një prani që pushtonte çdo mjedis. I gjatë, me flokë të thinjur të krejur pas, me një kostum gri italian të patëmet dhe një qëndrim që ndërthurte elegancën me arrogancën. Sytë e tij të vegjël dhe depërtues dukeshin sikur llogaritnin çdo fjalë, çdo gjest, sikur çdo ndërveprim të ishte një transaksion tregtar. Ai e kishte ndërtuar perandorinë e tij nga zeroja, siç i pëlqente të përsëriste, ndonse të gjithë e dinin se trashëgimia e vjerit i kishte dhënë shtysën fillestare dekada më parë. Por ky ishte një detaj që besniku preferonte ta hiqte nga rrëfimi i tij si njeri i vetbër. I ulur në të djathtë të tij ishte Arben Leka, një sipërmarrës i sektorit të pasurive të paluajtshme, i cili kujdesej të shfaqte orën prej ari masiv në kyçin e majt me çdo lëvizje. Në të majt, Genc Fusha, investitor i tregut financiar, i njohur për ftohtësinë e tij në negociata dhe për koleksionimin e kompanive të falimentuara që i blinte përqindarka dhe i shiste për pasuri të tëra. 3 të tjerët plotësonin grupin e pushtetit, burra të moshës 50 deri në 60 vjeç, të gjithë të veshur me kostume që kushtonin më shumë se një makinë popullore, të gjithë të mësuar ta kishin botën të përkulur në këmbët e tyre. Mbledhja po ndiqte rrjedhën e saj të parashikueshme, mes raporteve të fitimit dhe projeksioneve për tremujorin e ardhshëm, kur dera anësore e sallës u hap diskretisht. Ishte Lulieta Shala, një nga punonjësit e ekipit të pastrimit të ndërtesës. Ajo ishte 38 vjeçe, por dukej më e moshuar. Lodhja ishte e shënuar në tiparet e saj delikate, në sytë e kafshë që nuk shkëlqenin më si dikur, në duart e vrashta nga puna e rëndë. Kishte veshur uniformën blu të errët të kompanisë së shërbimeve, me emrin e qëndisur në xhepin e majt. Flokët e saj të errët ishin kapur në një rreth të thjeshtë dhe ajo mbante me vete një karrocë pastrimi diskrete. Në krah të saj, i kapur për dore me të, ishte Dritani. Djali ishte 9 vjeç, i holl, me lëkurën e nxirr nga dielli, flokë të zi të parregull dhe sy të mëdhenj e vëzhgues që dukeshin sikur thithnin çdo detaj rreth tij. Kishte veshur një bluzë të zbardhur të ekipit KF Tirana, pantallona të shkurtra të vjetruara dhe atlete të vjetra me shollën që po shitej në njërin maj. Ishte pa çorape. Duart e tij të vogla shtrëngonin fort dorën e nënës, por sytë e tij shëtisnin nëpër sallë me një kuriozitet të heshtur. Lulieta ishte detyruar ta merrte djalin në punë atë ditë. Shkolla ishte në pushim për shkak të një rikonstruksioni urgjent të çatisë dhe ajo nuk kishte me këta linte Dritanin. Fqinja që zakonisht kujdesej për të kishte udhëtuar dhe rroga e Lulietës nuk i lejonte të paguante një dado, e aq më pak të mungonte në punë. Ajo u përpoq të ishte sa më diskrete, duke hyrë nga dera e shërbimit, duke shmangur korridoret kryesore, por i duhej ta pastronte atë sallë dhe nuk kishte si ta shtynte. Kur dera u hap, bisedat ndaluan menjëherë. 6 palë sy u kthyen nga gruaja dhe djali. Heshtja që u vendos në sallë kishte një peshë pothuajse fizike. Lulieta ndjeu gjakun t'i ngrinte në vena.
Ajo e dinte se nuk duhej të ishte aty në atë moment, aq më pak me një fëmijë, por nuk pati zgjedhje tjetër. Më falni, zoti Kastrati, tha ajo me zë dridhës, duke bërë një përkulje të lehtë me kokë. Erdha vetëm të pastroj tabakat dhe kafes dhe do të dalë me njëherë. Nuk do t'ju pengoj. Besnik Kastrati u mbështet në koltuk, duke kryqëzuar krahët mbi gjoks. Një buzëqeshje e lehtë u shfaq në fytyrën e tij, por nuk ishte një buzëqeshje e sjellshme. Ishte lloji i buzëqeshjes që i paraprin një poshtërimi. Ai shikoi shokët rreth tryezës, si dikush që kërkon bashkëpunim, dhe të gjithë e kuptuan mesazhin. Ky do të ishte një moment argëtimi. Të na pengosh? Tha besniku me një zë të ngadalë, pothuajse teatral. Përkundrazi, Luljeta. Ti dhe shoqëruesi yt këtu na sollet një shpërqendrim shumë të mirë pritur. Fundja, po flisnim për shifra e vetëm shifra. Pak realitet bën mirë, apo jo? Burrat e tjerë qeshen nën buzë, një e qeshur e përmbajtur por e ngarkuar me sarkazëm. Luljeta ndjeu faqet t'i digjinin. Dritani shtrëngoi edhe më fort dorën e nënës, por vazhdoi të qëndronte në heshtje, duke vëzhguar. Eja më afër, tha besniku duke bërë një gjest me dorë, si dikush që fton dik në sken. Nuk ka nevojë të kesh turp. Jemi të gjithë këtu të relaksuar, mes miq. Si e ka emrin djaloshi? Luljeta hezitoi. Çdo fibër e trupit të saj bërtiste që ta merrte dritanin dhe të ikte vrap që andej, por ajo e dinte se nuk mundej. Nuk mund ta humbiste atë punë. Ishte gjithçka që kishte. Kështu që gëlltiti krenarin dhe u përgjigj me zërin më të fortë që mundi. Dritan, zotëri. Im bir quhet Dritan. Dritan, përsëriti besniku, duke e shijuar emrin si dikush që provon një verë. Një emër i mirë. I fortë. Dhe më thuaj, Dritan, a e di ti ku punon nëna jote? Dritani shikoi nënën, e cila bëri një gjest pothuajse të padukshëm me kokë, duke e autorizuar të përgjigjej. Djali atëherë ngriti mjekrën dhe foli me një qartësi që i surprizoi të gjithë. Po, zotëri. Ajo punon këtu në këtë ndërtesë. Bëm pastrimin. Si përmarrësit shkëmbyen vështrime. Arben Leka lëshoi një të qeshur të shkurtër. Sa djali edukuar, komentoi ai. Rallëherë në ditët e sotme, apo jo? Besniku u ngrit nga karrigia dhe eci ngadalë drejt qendrës së sallës. Këpucët e tij italiane prej lëkure trokitnin mbi dyshemen prej mermeri me një tingull të thatë dhe ritmi. Ai ndaloi përpara një strukture madhështore që zinte një qoshe të sallës. Ishte një kasafort zvicerane e gjeneratës së fundit, një kolos prej titani dhe teknologjie ushtarake. Ishte gati 2 metra e lartë, me sipërfaqe të pasqyruar dhe të lëmuar, me një panel digital të sofistikuar në derë. Ajo kasafort nuk ishte thjesht një vend sigurie, ishte një simbol statusi, pushteti, paprekshmërie. Besniku goditi lehtë me nyjat e gishtave sipërfaqen metalike, duke prodhuar një tingull të zbrazët dhe të thellë. A e di çfarë është kjo, Dritan? Pyeti ai, duke u kthyer nga djali. Dritani bëri disa hapa përpara, duke lëshuar dorën e nënës për herë të parë. Sytë e tij përshkuan strukturën e kasafortës me një vëmendje që shkonte përtej kuriozitetit fëminor. Dukej sikur po analizonte çdo detaj, çdo linjë, çdo numër. Është një kasafort, zotëri. Shumë mirë. Bërtiti besniku me entuziazëm të rrem, duke duar trokitur 2 herë. Por nuk është një kasafort çfarëdo, i riu im. Ky është një model i prodhuar në Zvicër, me teknologjinë më të fundit. Ka kode rrotulluese, autentikim biometrik, sistem alarmi të lidhur drejt për drejt me sigurinë e ndërtesës dhe policinë. Brenda saj ka dokumente që vlejnë më shumë se sa mund ta imagjinosh. Kontrata, certifikata, para. Shumë para. Ai bëri një pauzë dramatike, duke parë rreth e rrotull për të siguruar që të gjithë po i kushtonin vëmendje shfaqjes që po fillonte. Dhe a e di sa vlen gjithçka që është këtu brenda, Dritan? Pyeti besniku, duke u anuar lehtë përpara si dikush që po përgatitet të zbulojë një sekret të madh. Dritani tundi kokën negativisht. 20 milion euro, tha besniku, duke hapur krahët në një gjest teatral. Mund të duket çmenduri, por është e vërteta. 20 milion. Janë më shumë para se sa nëna jote do të fitonte duke punuar këtu për më lër të shonja 500 vjet? Ndoshta 600? Të qeshurat shpërthyen. Në sallë.
Lulieta ndjeu këmbët t'i dridheshin. Deshi të bërtiste, deshi ta tërhiqte dritanin dhe të ikte vrap, por ishte e paralizuar nga poshtërimi dhe frika. Lotët filluan t'i mblidheshin në sy, por ajo i mbajti me të gjitha forcat. Besniku vazhdoi, tani plotësisht i dorëzuar në rolin e shoman i mizor. Pra, këtu është propozimi im, dritan. Një propozim serioz nga një sipërmarrës i vërtetë. Nëse ti arrin ta hapësh këtë kasafort, të gjitha këto para janë tuaja. 20 milion euro. Ti dhe nëna jote nuk do të keni më nevojë të shqetësoheni për asgjë në jetë. Mund të blini një shtëpi, një makinë, të udhëtoni nëpër botë. Çfarë mendon? Heshtja që pasoi ishte edhe më e rëndë se ajo e mëparshmja. Të gjithë në sallë e dinin se ai nuk ishte një propozim i vërtetë. Ishte një provokim i holl, një mënyrë për t'i përplasur në fytyrë fëmijës dhe nënës distancën e pakalueshme që ndante botët e tyre. Ishte një mizori e maskuar si bujari. Genc fusha u kollit dhe komentoi me zë të lartë që të gjithë ta dëgjonin. Sigurisht që djali mund të provojë. Fundja do të jetë argëtuese të shohësh një fëmijë lagjeje duke u përpjekur të deshifrojë teknologjinë zvicerane, apo jo. Ndoshta ai mendon se është si Netflixi dhe provon të vendos një fjalëkalim si 1 2 3 4. Gajaset ishin të larta dhe pa respekt. Arbeni plotësoi. Ose ndoshta mendon se mjafton t'i japësh një shkelm që të hapet, siç bëjnë nëpër filma. Më shumë të qeshura. Lulieta nuk duroi dot më. Ajo bëri një hap përpara, me sytë tani të lagur dhe zërin e mbytur. Zoti Kastrati, ju lutem. Ne po ikim. Më falni për çdo shqetësim. Dritan, eja këtu, bir. Ajo zgjati dorën, por para se të mund ta merrte djalin, besniku ngriti dorën në një gjest autoritar. Jo, Lulieta. Qetësohu. Nuk kemi mbaruar ende këtu. Unë i bëra një propozim serioz djalit. Do të ishte e pasjellshme nga ana ime ta tërhiqja ofertën tani, apo jo? Ai ka të drejtë të provojë. Besniku eci drejt Lulietës dhe ndaloi fiks para saj, duke pushtuar hapësirën e saj personale në një mënyrë frikësuese. Madje, duke qenë se po flasim përpara, më thuaj diçka, Lulieta. Sa fiton ti në muaj duke punuar këtu? Lulieta ndjeu sikur toka po i hapet nën këmbë. Ajo e dinte se ku do të dilte kjo. E njihte mirë atë lloj burri, atë lloj loje. Por nuk kishte zgjedhje. 50.000 lekë, zotëri, u përgjigj ajo me zë pothuajse të padëgjueshëm. Si? Pyeti besniku duke vendosur dorën pas veshit në një gjest të egzageruar. Nuk dëgjova. Mund ta përsëritësh më fort që ta dëgjojnë të gjithë? 50.000 lekë, përsëriti Lulieta, tani pak më fort, por me zë të thyrë. 50.000. Bërtiti besniku, duke u kthyer nga ekzekutivët e tjerë. A e dëgjuat? 50.000 lekë. Dhe ajo duhet të rrisë një fëmijë me aq. Të paguaj qira, ushqim, shkollë, rroba. Është pothuajse e pamundur, apo jo, Lulieta? Ajo nuk u përgjigj. Lotët tani rridhnin lirshëm nëpër fytyrën e saj. Ajo nuk përpiqej më t'i fshite. Besniku e ktheu vëmendjen te Dritani, i cili vazhdonte të qëndronte në të njëjtin vend, duke vëzhguar gjithçka me një shprehje të padeshifrueshme. Djali nuk qante. Nuk shfaqte frikë. Thjesht vëzhgonte, sikur po përpunonte çdo fjalë, çdo gjest, çdo sekond të asaj skene. Pra, Dritan, çfarë më thua? Do të provosh? Apo do të dorëzohesh para se të fillosh? Dritani hoqi vështrimin nga sipërmarrësi dhe i ktheu syt te kasaforta. Bëri edhe disa hapa drejt saj, duke qëndruar vetëm pak centimetra larg strukturës madhështore. Gishtat e tij të vegjël prekën lehtë sipërfaqen e ftohtë të metalit. Qëndroi ashtu për disa sekonda në heshtje, sikur po bisedonte mendërisht me objektin. Atëherë, pa i hequr syt nga kasaforta, Dritani bëri një pyetje që i zuri të gjithë në befasi. Pse po ofroni 20 milion euro për diçka që ju mendoni se është e pamundur të bëhet? Salla ra në heshtje absolute. Pyetja, e thjeshtë dhe e drejt për drejt, kishte një logjik dërmuese. Besniku kapsalliti syt disa herë, i çarmatosur. Arbeni dhe Genci shkëmbyen vështrime mosbesuese. Askush nuk e priste atë përgjigje. Besniku u përpoq të rifitonte kontrollin e situatës, duke detyruar një të qeshur që tingëlloj false.
E po, sepse jam bujar natyrisht. Dhe sepse besoj në dhënien e mundësive edhe duke e ditur se janë të pamundura. Dritani më në fund u kthye për t'u përballur me të. Syt e tij të mëdhenj dhe të errët dukeshin shumë më të moshuar se 9 vitet që kishte. Atëherë nuk është një mundësi e vërtet, tha djali me një qetësi mbreslënëse. Është thjesht një mënyrë për të na bërë të ndihemi të vegjël. Për të treguar se ju keni dhe ne nuk kemi. Për të qeshur me situatën tonë. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Lulieta hapi syt e tmerruar nga guximi i djalit. Deshi ta tërhiqte, deshi të ikte vrap që andej, por këmbët nuk i bindeshin. Besniku u bëi kuq, jo nga turpi, por nga zemërimi. Askush nuk i fliste atij në atë mënyrë. Aq më pak një fëmijë i varfër dhe i zbathur. Çfarë guximi, djalosh, tha besniku me një zë të ulët dhe të rrezikshëm. Mendon se mund të flasësh kështu me mua? A e di me kë po flet? Dritani nuk e hoqi vështrimin. Ai vazhdoi ta shihte sipërmarrësin me një vendosmëri që të linte pa mend. E di, po. Po flas me dikë që ka aq shumë frikë të humbas atë që ka, sa që ka nevojë të poshtëroj ata që nuk kanë asgjë. Sepse nëse unë vërtet do të arrija ta hapja këtë kasafort, ju do të duhej ta mbanit premtimin. Dhe kjo do të ishte turp për ju, apo jo? Besniku bëri një hap përpara, por para se të mund të përgjigjej, Dritani vazhdoi të fliste. Dhe kur ai filloi të fliste, të gjithë e kuptuan se ai nuk ishte më një fëmijë i frikësuar. Ishte dikush që mbante një histori, një dhimbje, një urtësi që nuk duhej të ekzistonte te dikush aq i ri. Im atë punonte me kasaforta, tha Dritani, dhe zëri i tij tani kishte një peshë tjetër. Ai ishte inxhinier sigurie. Punonte për një kompani që instalonte sisteme si ky në banka, kompani, shtëpi njerëzisht të pasur. Ai më mësoi shumë gjëra. Më shpjegonte si funksiononin algoritmet, kodet, dështimet. Thoshte se pas çdo teknologjie të përsosur ekzistojnë gjithmonë gabimet njerëzore. Lulieta vendosi dorën në gojë duke mbajtur një dënesë. Ajo nuk priste që Dritani të fliste për të atin. Jo aty, jo në atë moment. Besniku u duk për një moment i destabilizuar, por u përpoq të ruante qetësinë. Dhe ku është baba yt tani? Pyeti ai me një ton që përpiqej të ishte i ashpër, por doli i pasigurt. Dritani uli vështrimin për një sekond të shkurtër para se të përgjigjej. Ai nuk është më këtu. Ndodhi një aksident në punë. Një nga ato kompanitë që interesohen vetëm për fitimin dhe jo për sigurinë. Ai u përpoq të paralajmëronte për një rrezik, por askush nuk deshi ta dëgjonte. Thanë se po bëhej dramatik. 3 ditë më vonë, sistemi dështoi. Heshtja tani ishte e një lloji tjetër. Ishte një heshtje e parehatshme, e rëndë, e ngarkuar me një të vërtetë që askush nuk donte ta përballonte. Arbeni u lëviz i shqetësuar në karrige. Genci ktheu vështrimin nga dritarja. Por para kësaj, vazhdoi Dritani, ai më mësoi gjithçka që dinte. Tha se dia ishte e vetmja gjë që askush nuk mund të ma merrte. Që duhej të mësoja gjithmonë. Të studioja, të pyesja, të kuptoja si funksionojnë gjërat. Dhe unë mësova. Dritani e ktheu vëmendjen te kasaforta, duke ecur rreth saj me hapa të ngadaltë dhe të llogaritur. Syt e tij përshkonin çdo centimetër të strukturës, sikur po lexonte një libër të padukshëm. Ky model është një Helvetia Titanium Pro, tha ai papritur, duke bërë që të gjithë në sallë të anonin përpara. I prodhuar në Zyri, certifikim ushtarak i nivelit 6, sistem kriptimi rrotullues i bazuar në algoritmin SHA-512. Është vërtet një nga kasafortat më të mira në botë. Besniku kapsalliti syt, i habitur. Si e dinte ai fëmia atë gjë? Por, vazhdoi Dritani, im atë thoshte gjithmonë se problemi më i madh i kasafortave të shtrenjta nuk është teknologjia. Është përdoruesi. Njerëzit që blejnë kasaforta të tilla janë të pasur, të fuqishëm, të mësuar të shërbehet. Ata nuk duan të shqetësohen me fjalëkalime të komplikuara, me kode që ndryshojnë, me procese të vështira. Kështu që, në shumicën e rasteve, ata as nuk e ndryshojnë kodin master të fabrikës. Besniku ndjeu gjakun t'i ngrinte. Ai shikoi shpejt Arbenin, i cili ishte dukshëm i zbehë. E gjithë salla dukej sikur kishte humbur ajrin. Dritani tregoi një pllakë të vogël metalike në anën e kasafortës, pothuajse të padukshme mes relieveve të dizajnit.
Çdo kasafort ka një numër serie, shpjegoi ai. Dhe në modelet Helvetia, kodi standard i fabrikës gjenerohet duke u nisur nga ky numër. Është një formulë e thjeshtë matematike. Merr 4 shifrat e para, i shumëzon me vitin e prodhimit, zbret shifrën kontrolluese dhe ke kodin master. Ai u afrua te paneli digital dhe filloi të recitonte numra me zë të lartë, ngadalë, me një saktësi kirurgjikale. Kjo kasafort ka numrin e serisë HS 4782-2019b, pra llogaritja do të ishte 4782 shumëzuar për 2019 minus 11. Rezultati është. Ai bëri një pauzë, sikur po llogariste mendërisht dhe pastaj shikoi direkt Besnikun. 9.655.327. Ky është kodi standard i kësaj kasaforte. Dhe nëse ju nuk e keni ndryshuar, për të cilën dyshoj, ky është ende kodi që hap këtë derë. Heshtja që pasoi ishte absolute. Besniku ishte i bardhë si letra. Duart i dridheshin lehtë. Ai shikoi kasafortën, pastaj dritanin, pastaj përsëri kasafortën. Të gjithë në sallë mbajtën frymën. Atëherë dritani bëri diçka që askush nuk e priste. Ai u largua nga kasaforta, u kthye pranë nënës dhe i shtrëngoi dorën përsëri. Unë mund të shtypja atë kod tani dhe të provoja se kam të drejtë, tha ai me një qetësi mbreslënëse. Por nuk do ta bëj. Besniku kapsalliti syt, i konfuzuar. Pse? Sepse nuk i dua 20 milionët. Fjalia ra në sallë si bombë. Gjithë sipërmarrësit u panë me njëri tjetrin, pa kuptuar. Lulieta shikoi djalin me sytë e hapur dhe ende plot lot, pa e marrë vesh çfarë po ndodhte. Dritani mori frymë thellë dhe vazhdoi me një zë që dukej shumë më i pjekur se sa duhej. Unë nuk i dua parat tuaja, zoti Kastrati. Sepse ato para vijnë nga një vend i keq. Vijnë nga poshtërimi, nga përbuzja, nga mendimi se kush ka më pak nuk meriton respekt. Nëse unë i pranoj ato para, do të jem duke rënë dakord me këtë lojë. Dhe unë nuk jam dakord. Ai shtrëngoi dorën e nënës fort, sikur po merrte guxim prej saj ose po i jepte guxim asaj, nuk mund të dallohej. Por do të bëj 3 kërkesa. Dhe nëse ju vërtet jeni burr fjale, një sipërmarrës serioz siç keni thënë, do t'i përmbushni këto kërkesa. Besniku ishte shumë i tronditur për t'u përgjigjur. Thjesht tundi kokën si një automat. Së pari, vazhdoi dritani, nëna ime nuk do të punoj më në pastrim. Ajo ka mbaruar shkollën për administrim, por kur nuk i është dhënë një mundësi, sepse gjithmonë thonë se nuk ka përvojë. Ju do t'ja jepni këtë përvojë. Një pozicion të vërtet, me rrogë të drejtë. Arbeni lëshoi një pasthirm të mbytur, por besniku bëri një gjest që ai të heshte. Së dyti, kompania do të krijojë një fond arsimor për fëmijët e punonisëve të thjeshtë. Jo vetëm për mua, por për të gjithë fëmijët që kanë nevojë. Sepse arsimi është e vetmja gjë që vërtet ndryshon jetën e njerëzve. Genci u ngrit nga karrigia duke protestuar. Kjo është absurde. Ti nuk mundesh, së treti, ndërhyri dritani, duke ngritur zërin për herë të parë, ju do ta ndryshoni kodin e kësaj kasaforte. Sepse tani ajo është e pambrojtur. Çdo njeri që e di këtë formulë mund të hyjë këtu dhe ta hapë. Dhe nëse diçka ndodh, ju do të keni vetëm veten tuaj për të fajsuar, për arrogancën dhe për tacin tuaj. Dritani lëshoi dorën e nënës dhe bëri një hap përpara, duke e parë Besnik Kastratin në sy. Pra, si do të jetë, zotëri? Do ta mbani premtimin si një burr nderi? Apo do t'u tregoni të gjithëve se fjalët tuaja nuk vlejnë asgjë? Besniku mbeti i palvizur në shok, me zemrën që i rrite jashtë kontrollit në gjoks. Ai moment duke i pezulluar në kohë. Të gjithë në sallë po e shikonin, duke pritur një përgjigje. Poshtërimi që ai ishte përpjekur të impononte fëmijës dhe nënës ishte kthyer kundër tij në një mënyrë që ai kur nuk mund ta kishte imagjinuar. Dhe ishte në atë heshtje, në atë moment të pamundur, që Besnik Kastrati kuptoi se sapo ishte mposhtur nga një djalë 9 vjeçar i zbathur, me rroba të grisura, por me një dinitet që ai vetë e kishte humbur dekada më parë. Sekondat që pasuan dukeshin si orë. Besnik Kastrati qëndronte i palvizur, me fytyrën ende të zbetë, duart dridheshin të mbështetura në mbështetësen e një prej koltukëve.
ai që gjithmonë kishte kontroll absolut në çdo situatë, që komandonte sallat e mbledhjeve me autoritet të padiskutueshëm, që bënte miliarderët të ulnin kokën para pranisë së tij, tani ishte i paralizuar para një djali 9 vjeçar. Ndjesia ishte surreale, e pamundur, por në të njëjtën kohë pamohueshmërisht reale. Arben Lejka e theu heshtjen me një të qeshur nervoze, duke u përpjekur të shkrinte tensionin që peshonte mbi të gjithë si një re e plumbi. Kjo është qesharake, besnik. Nuk do t'i dorëzohesh kësaj këtij zhvatjeje nga një fëmijë, apo jo? Është kulmi. Një kalama hyn këtu, bën ca akuza absurde bazuar në informacione që çdo kush mund t'i gjejë në internet dhe tani kërkon të diktoj rregulla? Kjo është, mbylle gojen, Arben. Zëri i besnikut doli i ulët, por i ngarkuar me një autoritet që nuk pranonte kundërshtim. Arbeni gëlltiti pështymën dhe ul përsëri, duke murmuritur diçka të padëgjueshme. Besniku vazhdoi të shikonte dritanin, sikur po e shihte djalin për herë të parë. Jo më si një fëmijë të varfër e të zbathur që mund të përdorej për argëtim, por si një qenie njerëzore me dinjitet, inteligjencë dhe guxim. Besniku mori frym thellë, drejtoi qëndrimin dhe më në fund foli, me zë ende dridhës, por duke u përpjekur të rifitonte pak kontroll. Ke fjalën time, dritan. Gjithçka që kërkove do të bëhet. Një murmurim protestash filloi të shpërndahej nëpër sallë. Genc Fusha u ngrit vrullshëm nga karrigia, duke goditur tryezën me dorë. Besnik, a je çmendur? Kjo do të hap një precedent absurd. Nëse lejojmë një punonjëse të thjeshtë të diktoj kushte, humbasim të gjithë hierarkinë, të gjithë strukturën. Dhe sa për fondin arsimor? A e di sa do të kushtoj kjo? Kjo do të thash që do të bëhet, Genc, ndërhyri besniku, duke ngritur zërin për herë të parë. Dhe nuk më interesojnë precedentët. Ky djalë ka të drejtë. Ai na tregoi diçka që e kemi humbur kohë më parë. Dhe unë do ta mbaj fjalën time. Sipërmarrësit e tjerë mbetën në heshtje, gojë hapur. Kur nuk e kishin parë besnikun kështu. Ai kishte qenë gjithmonë i pamëshirshëm, llogaritës, një burr që nuk lëshonte asnjë milimetër në asnjë negociat. Të shije atë ndryshim të papritur ishte tronditse. Besniku eci drejt tryezës së tij, mori një stilolaps dhe një blok shënimesh. Filloi të shkruante me lëvizje të vendosura, ndërsa fliste me zë të lartë. Lulieta Shala do të transferohet menjëherë në departamentin e burimeve njerëzore, në mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të menaxhimit. Rroga e barabartë me funksionin administrativ, përfitime të plota, sigurim shëndetësor për të dhe për djalin. Fondi arsimor do të krijohet me një investim fillestar prej 2 milion eurosh, i menaxhuar nga një bord i pavarur. Dhe kodi i kësaj kasaforte do të ndryshohet që nesër, me mbikëqyrjen e një tekniku të specializuar. Ai mbaroi së shkruari, grisi fletën nga bloku dhe ia dha Lulietës, e cila e mori me duart që i dridheshin, ende pa besuar se çfarë po ndodhte. Gjithçka është këtu, tha besniku. Me shkrim. Me nënshkrimin tim. Do të keni një kopje të digitalizuar të dërguar në emailin tuaj që sot, me kopje për departamentin ligjor dhe për burimet njerëzore. Nuk është një premtim i kodë. Është një angazhim formal. Lulieta shikoi letrën, pastaj djalin, pastaj besnikun, dhe atëherë lotët rodhen përsëri, por tani ishin lot lehtësimi, mirënjohjeje, të një emocioni aq intensiv sa nuk mund ta shprehte me fjalë. Ajo ulej në gjunjë para dritanit dhe e përqafoi fort, duke dënesur lehtë mbi shpatullën e tij. Ti e bëre këtë, bir. Ti vërtet e bëre këtë. Dritani ja ktheu përqafimin nënës, por sytë e tij vazhdonin të ishin të fiksuar te besniku. Kishte diçka në atë vështrim që sipërmarrësi nuk mund ta deshifronte. Nuk ishte triumf. Nuk ishte arrogancë. Ishte diçka më e thellë. Ishte sikur djali ishte i trishtuar që u desh ta bënte atë gjë, i trishtuar që jetonte në një botë ku kjo ishte e nevojshme. Besniku ndjeu një dhimbje të huaj në gjoks, një ndjesi që nuk e kishte provuar prej dekadash. Ishte pendim. Ishte turp. Ishte ndërgjegja e rënduar e dikujt që më në fund sheh veten në pasqyrë dhe nuk i pëlqen ajo që sheh. Mund të shkoni, tha ai me zë të ngjirur. Lulieta, je e lirë për pjesën tjetër të ditës. Nesër paraqitu në katin e 15, departamenti i burimeve njerëzore, në orën 9 të mëngjesit. Pyet për Valbona Mejdanin. Ajo do të presë. Lulieta pohoi me kokë, ende e përqafuar me djalin, dhe filloi të ngrihej.
Dritani, megjithatë, bëri edhe një hap drejt besnikut para se të dilte. Faleminderit, zoti Kastrati, që e mbajtët fjalën. Im atë thoshte gjithmonë se një burr vlen aq sa vlen fjala e tij. Ju ende keni shans të jeni një burr me vlerë. Dhe me këto fjalë, Dritani u kthye dhe doli nga salla I kapur për dore me nënën, duke lënë pas 6 burra plotësisht të tronditur, duke përpunuar ende atë që sapo kishte ndodhur. Sapo dera u mbyll, heshtja pushtoi përsëri sallën. Arbeni ishte I pari që foli, me zë të ngarkuar me indinjad. A e kupton çfarë sapo bëre, besnik? U përkule para një kalamani. Humbët të gjithë autoritetin. Si do të dilni jashtë, ndërhyri besniku, ende me shpinë nga të tjerët. Të gjithë ju. Dilni tani. Besnik, por ne, thash të dilni. Bërtiti ai, duke u kthyer vrullshëm. Salla do të qëndrojë e mbyllur deri të hënën. Mbledhja përfundoi. Shkoni. 5 sipërmarrësit shkëmbyen vështrime mosbesuese, por asnjëri prej tyre nuk guxoi të kundërshtonte. Një nga një, morën çantat, celularët, xhaketat e tyre dhe dolën në heshtje. Kur dera u mbyll për herë të fundit, besniku mbeti vetëm në atë sallë gjigante, I rrethuar nga luksi dhe teknologjia, por duke u ndier më I vogël se kurrë. Ai eci drejt dritares dhe shikoi qytetin poshtë. Tirana zjente në diellin e pasdites. Miliona njerëz vraponin nga njëra anë në tjetrën, duke punuar, duke luftuar, duke mbijetuar. Dhe atje lart, në katin e 42, ai kishte humbur nocionin e asaj që vërtet kishte rëndësi. Kur ishte bërë ai tillë? Kur kishte filluar ta përdorte pushtetin e tij për të poshtëruar në vend që të ndërtonte? Kur ishin bërë parat më të rëndësishme se njerëzia? Ai u kujtua për fëmijërinë e tij. Djali I një tregtari të vogël nga Gjirokastra, u rrit duke parë të atin të punonte nga agimi në Muzg për të siguruar ushqim për familjen. U kujtua për vështirësitë, për llogaritë që nuk mbylleshin në fund të muajit, për rrobat e arnuara që vishte për të shkuar në shkollë. U kujtua për turpin që ndjente kur shokët qeshnin me të, kur mësuesit e trajtonin me mëshirë, kur dyert I mbylleshin në fytyrë sepse nuk kishte mbiemër, nuk kishte njohje, nuk kishte asgjë përveç vendosmërisë së tij. Ishte ai kujtim që e kishte shtyrë të ngjitej, të luftonte, të ndërtonte një perandori. Por në një moment, ai harroi nga erdhi. Harroi dhimbjen që kishte ndjerë. Dhe më keq akoma, filloi t'ua shkaktonte atë dhimbje të tjerëve, sikur kjo ta bënte më të fortë, më të fuqishëm, më të largët nga ai djali I varfër që kishte qenë dikur. Dhe tani, një djalë tjetër, po aq I varfër sa kishte qenë ai, sapo I kishte dhënë mësimin më të madh të jetës së tij. Besniku u kthye te tryeza, mori telefonin dhe thiri sekretarin e tij personal. Dardan, më. Duhet të bësh disa gjëra urgjentisht. Së pari, cakto një mbledhje me valbonën e burimeve njerëzore për nesër herët, para orës 9. Së dyti, kontakto departamentin ligjor dhe kërko të përgatisin një kontratë pune për një punonjëse të re. Së treti, dhe kjo është më e rëndësishmja, dua të gjesh avokatët më të mirë të specializuar për fondacione arsimore. Do të krijojmë diçka serioze, diçka që vërtet bën ndryshim. Nuk dua fasadë. Dua rezultat. Ai e mbylli telefonin dhe u ul në koltuk, duke mbështetur fytyrën në duar. Ishte I raskapitur, por nuk ishte një lodhje fizike. Ishte një lodhje e shpirtit, një peshë vitesh të akumuluara me zgjedhje të gabuara, me mëri të kultivuara, me arrogancë të ushqyer. Ndërkohë, 3 kate më poshtë, në dhomën e zhveshjes së punonjësve, Lulieta ishte ulur në një stol, ende e përqafuar me dritanin, ende duke shtrënguar atë letër sikur të ishte bileta fituese e një lotarie të pamundur. Punonjëse të tjera të pastrimit hynin e dilnin, disa shikonin me kuriozitet, të tjera me indiferencë, asnjëra duke mos e imagjinuar çfarë sapo kishte ndodhur në atë katin lart. Fatimeja, një kolege e Lulietës, një zonjë rreth të 50-tave me flokë të thinjur dhe buzëqeshje të ëmbël, u ul pranë saj. A je mirë, Lulieta? Je e zbeth, moj bi. A ndodhi gjë? Lulieta shikoi shoqen, pastaj shikoi djalin dhe pastaj u kthye të shikonte letrën. Hapi gojën të fliste, por asnjë fjalë nuk doli. Atëherë Dritani u përgjigj për të. Ne sapo ndryshuam jetën tonë, teto Fatime. Nëna ime nuk do të punojë më në pastrim. Ajo do të jetë administratore. Dhe do të ketë një fond arsimor për fëmijët e punonjësve. Fatimeja kapsalliti syt disa herë, duke u përpjekur të përpunonte informacionin.
Si kështu? Çfarë bëtë ju? Dritani buzëqeshi për herë të parë atë pasdite. Ishte një buzëqeshje e vogël, e turpshme, por e sinqertë. Ne thjesht tham të vërtetën. Dhe kërkuam respekt. Lulieta më në fund arriti të fliste, ndonse zëri i dilte i dobët dhe dridhës. Nuk e di si, Fatime. Nuk e di si ndodhi kjo. Por ndodhi. Dhe ishte i mbirë që e bëri të ndodhte. Ajo e përqafoi Dritanin përsëri, këtë herë me aq forcë sa djalit ju desh t'i kërkonte ta lironte pak. Fatimeja mbeti duke i shikuar të dy me një shprehje mes habitjes dhe emocionit, pa ditur mirë çfarë të thoshte. Në ditët që pasuan, lajmi për atë që kishte ndodhur filloi të shpërndahej nëpër korridoret e Castrati Holdings. Së pari ishin punonjësit e pastrimit që e morën vesh. Pastaj rojet e sigurisë. Më pas, njerëzit e recepcionit, të kafenes, të mirëmbajtjes. Secili që dëgjonte historinë mbeti i habitur, por në të njëjtën kohë ndjente një shpresë të çuditshme të rritej në gjoks. Nëse një punonjës e pastrimi mund të promovojë, nëse një djalë mund të përballej me një manjak dhe të dilte fitimtar, atëherë ndoshta kishte hapësirë për ndryshim. Ndoshta kishte shpresë. Të hënën pasardhëse, Lulieta Shala u paraqit në katin e 15 në orën 9 fiks. Kishte veshur rrobat më të mira që kishte, një pantallon serioz të zi që ishte pak i vjetruar në skaje dhe një bluzë të bardhë të thjeshtë që e kishte hekurosur 3 herë për t'u siguruar që ishte e patëmerë. Flokët ishin kapur, por këtë herë ishte lyer pakës, duke u përpjekur të fshite lodhjen e një nate pa gjumë. Dritani ishte në shkollë, më në fund, pasi mësimi kishte rifilluar. Valbona Mejdani ishte një grua rreth të 40-tave, me flokë bjond të shkurtër, syze, qëndrim profesional, por vështrim të butë. Ajo e priti Lulietën me një buzëqeshje të ngrohtë dhe e ftoi të ulej në zyrën e saj. Lulieta, është kënaqësi të të njoh. Mora udhëzime të drejtpërdrejta nga zoti Castrati për integrimin tënd në kompani. Ai ishte shumë i qartë për atë që pret prej nesh. Lulieta ishte nervoze, duart i djersinin, zemra i rrite shpejt. Ajo që kishte kaluar 5 vjet duke pastruar atë ndërtesë, e padukshme për të gjithë, tani ishte ulur në një zyrë menaxhimi, duke u trajtuar me respekt. Unë kam mbaruar shkollën për administrim, zonja Valbona. Jam diplomuar 10 vjet më parë në një fakultet privat, duke punuar ditën e duke studiuar natën. Por kur nuk gjeta një mundësi në atë fushë. Gjithmonë thoshin se nuk kisha përvojë. Kështu që përfundova duke pranuar punën në pastrim sepse më duhej të mbaja djalin. Por unë di të punoj. Di për tabela, raporte, menaxhim procesesh. Më duhet vetëm një shans. Valbona pohoi me kokë, duke mbajtur shënime në një blok. Dhe ti do ta kesh atë shans, Lulieta. Do të jem e sinqert me ty, ajo që ndodhi fundjavën e kaluar preku shumë njerëz këtu. Kryesisht zotin Castrati. Ai është i vendosur t'i bëjë gjërat ndryshe. Dhe ti do të jesh e para nga shumë ndryshime që do të vinë. Ajo u ngrit dhe mori një dosje në dollapin e saj, duke ia dorëzuar Lulietës. Kjo është kontrata jote e punës. Pozicioni i asistentes administrative në departamentin e burimeve njerëzore me mundësi. Promovimi pas vlerësimit të performancës në 6 muaj. Rroga fillestare 80.000 lekë plus përfitime të plota. Sigurim shëndetësor i zgjeruar për ty dhe Dritanin. Bono ushqimi. Transporti. Gjithçka e formalizuar. Lulieta mori dosjen me duart që i dridheshin dhe filloi të shfletonte dokumentet. Lotët ju mblodhen përsëri në sy, por këtë herë nuk u përpoq t'i fshite. Ishin lot gëzimi, lehtësimi, të një mirënjohjeje aq të thellë sa i dhembi në gjoks. Nuk di si t'ju falenderoj, pëshpëriti ajo. Nuk ka nevojë të më falenderosh mua. Falendero djalin tënd. Ai ishte i guximshëm kur të gjithë ne, të rriturit, dështuam të ishim të tillë. Valbona zgjati dorën dhe Lulieta e shtrëngoi fort, duke vulosur jo vetëm një kontratë pune, por një fillim të ri. Ndërkohë, në katin e 42, Besnik Castrati ishte në një mbledhje krejtësisht tjetër. Ulur rreth asaj tryeze prej xhamit të temperuar, por këtë herë pa puro e pa whisky, ishin përfaqësues të 3 zyrave të mëdha ligjore të specializuara në të drejtën arsimore dhe fondacione. Kishte gjithashtu 2 konsulent financiar dhe një punonjëse sociale. Fondi arsimor që do të krijoni nuk mund të jetë thjesht një nga ato gjërat për sy e faqe, tha Besniku me vendosmëri.
Dua diçka që vërtet funksionon. Bursa të plota për fëmijët e punonisëve të gjitha niveleve, jo vetëm ekzekutivëve. Që nga kopshti e deri në universitet. Ndjekje pedagogjike, mbështetje psikologjike, materiale mësimore, gjithçka. Dua të jetë një model që edhe kompanitë e tjera ta kopjojnë. Një nga avokatët, një burr i moshës së mesme me syze të rrumbullakta, mbajti disa shënime dhe pyeti. Zoti Kastrati, ky lloj strukture kërkon një investim të konsiderueshëm. Po flasim për të paktën 5 milion euro vetëm për të filluar dhe rreth 1 milion euro në vit për mirëmbajtje. A jeni i përgatitur për këtë angazhim? Besniku nuk hezitoi. Do të investoj 20 milion euro. 10 tani dhe pjesën tjetër gjatë 5 viteve të ardhshme. Dhe dua që emri i fondit të jetë Instituti Hekuran Shala për arsim dhe mundësi. Të gjithë në sallë e shikuan të surprizuar. Hekuran Shala? Kush ishte ai? Ishte baba i djalit që më bëri të shoh se çfarë isha bërë, shpjegoi besniku. Ai ishte inxhinier sigurie. Vdiq në një aksident pune të shkaktuar nga neglizhenca e kompanisë. Ai i mësonte djalit se dia ishte e vetmja gjë që askush nuk mund t'i merrte. Kështu që ky fond do të mbajë emrin e tij. Si një mënyrë për të nderuar kujtimin e tij dhe gjithçka që ai përfaqësonte. Heshtja që pasoi ishte respekti. Punonisja sociale, një grua e re me sy të gjelbër, u kollit dhe foli. Kjo është shumë e bukur, zoti Kastrati. Por më lejoni t'ju bëj një pyetje. Çfarë ndryshoi? Pse ky vendim i papritur? Besniku qëndroi në heshtje për disa sekonda, duke parë nga dritarja qytetin poshtë. Kur më në fund u përgjigj, zëri i tij kishte një ton tjetër, më të butë, më njerëzor. Sepse kisha harruar se si ishte të ishe i padukshëm. Kisha harruar dhimbjen kur të trajtojnë sikur nuk vlen asgjë. Dhe një djalë 9 vjeçar i zbathur dhe me rroba të grisura, ma kujtoi këtë në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Ai më tregoi se isha bërë eksaktësisht ai që urreja më shumë kur isha i ri. Dhe nëse nuk ndryshoj tani, do të vdes duke u kujtuar si një tiran arrogant. Dhe nuk e dua këtë. Jo më. Punonisja sociale buzëqeshi, një buzëqeshje e sinqert që i ndriçoi fytyrën. Atëherë, le ta bëjmë të ndodh, zoti Kastrati. Le të krijojmë diçka që vërtet transformon jetë. Dhe kështu, gjatë javëve në vazhdim, gjërat filluan të ndryshonin në Kastrati Holdings. Lulieta u përshtat shpejt me pozicionin e ri, duke treguar një kompetencë që e surprizoi edhe Valbonën. Ajo kishte një vështrim të mbret për proceset, arrinte të identifikonte probleme që askush tjetër nuk i shihte, dhe kishte një empati natyrale që i bënte punonësit e tjerë të ndiheshin rehat kur flisnin me të. Për pak kohë, ajo u bë një pjesë kyçe në departamentin e burimeve njerëzore. Por ndryshimi i madh erdhi kur Valbona dhe Lulieta propozuan së bashku një projekt të paprecedent. Ishte një pasdite e mërkur kur ato hynë në zyrën e besnikut me një prezantim. Zoti Kastrati, filloi Valbona, unë dhe Lulieta kemi biseduar për fondin arsimor dhe patëm një ide. Para se të investojmë të gjitha ato para në bursa për të ardhmen, si thoni të zbulojmë çfarë talentesh kemi tashmë këtu brenda? Sa njerëz shumë të kualifikuar po punojnë në pozicione të thjeshta thjesht sepse kur nuk u është dhënë mundësia të tregojnë se çfarë janë të aftë të bëjnë? Besniku u anua përpara, i interesuar. Vazhdoni. Lulieta mori fjalën, ende nervoze por me vendosmëri në rritje. Unë propozova të bëjmë një mbledhje me të gjithë punonësit e bazës. Pastrim, siguri, mirëmbajtje, kafene, recepcion. Të gjithë. Dhe t'u kërkojmë të ndajnë historitë e tyre të vërteta. Arsimimin e tyre, përvojat, talentet e fshehura. Pa frikë nga gjykimi. Thjesht sinqeritet. Dhe pastaj do të vlerësonim mundësitë për ripozicionim të brendshëm, trajnime, promovime. Do të ishte si një auditim i talenteve të shpërdoruara. Besniku qëndroi në heshtje për një moment duke përpunuar propozimin. Atëherë një buzëqeshje e ngadaltë u formua në fytyrën e tij. Nuk ishte buzëqeshje arrogante e dikurshme. Ishte një buzëqeshje e sinqertë, e dikujt që më në fund gjen një qëllim. Bëjeni këtë. Dhe unë dua të jem i pranishëm në atë mbledhje. Dhe kështu ndodhi që të premten pasardhëse, auditori i katit të 10 të Kastrati Holdings, që zakonisht përdorej vetëm për prezantime të mëdha korporative, u hap për një mbledhje krejtësisht të pazakonur.
Rreth 80 punonjës të bazës ishin aty, të ulur në karriget e veshura, duke parë njëri tjetrin me një përzierje konfuzioni dhe kurioziteti. Fundja, kur nuk ishin thirrur për diçka të tillë. Në sken, Lulieta ishte në këmbë, me një mikrofon në dorë. Në krah të saj, i ulur në një karrige të thjeshtë, ishte Besnik Kastrati. Asnjë tryezë madhështore, asnjë skenë e lartë. Thjesht dy njerëz përballë 80 të tjerëve. Mirëdita të gjithëve, filloi Lulieta, me zë ende dridhës por të vendosur. Emri im është Lulieta Shala. Shumë prej jush më njohin. Deri para 3 javësh, unë punoja në ekipin e pastrimit të ndërtesës. Isha e padukshme për pothuajse të gjithë. Por diçka ndodhi që ndryshoi jetën time. Dhe sot, jam këtu për t'ju thënë se as ju nuk jeni të padukshëm. Ju ekzistoni. Ju keni rëndësi. Dhe ne duam të njohim historik tuaja të vërteta. Një murmurim përshkoi auditorin. Lulieta mori frym thellë dhe vazhdoi. Sa prej jush këtu kanë arsim universitar? Mund ta ngrini dorën? Ngadalë, me hezitim, disa duar filluan të ngriheshin. Së pari 5. Pastaj 10. Pastaj 20. Në fund, gati gjysma e auditorit ishte me dorën lartë. Besniku hapi sytë, i surprizuar. Ai vërtet nuk e dinte. Sa prej jush flasin më shumë se një gjuhë të huaj? Më shumë duar u ngritën. Besniku u ngrit nga karrigia, mori mikrofonin nga duart e Lulietës dhe eci deri në buzë të skenës. Unë dua t'ju dëgjoj. Një nga një. Tregoni historitë tuaja. Ju lutem. Dhe kështu filloi. Së pari ishte Selman Onuzi, një nga rojet e sigurisë të ndërresës së natës. Një burr rreth të 45 tave, me trup atletik dhe zë të trash. Selmani u ngrit ngadalë, sikur nuk besonte se ajo po ndodhte vërtet. Ai eci drejt mikrofonit me hapa të matur, e mbajti objektin me duart e tij të mëdha dhe të vrazhta, dhe pastaj e shikoi Besnik Kastratin në sy. Kishte aty një dinjitet të heshtur, një forcë të përmbajtur që vinte nga vitet e padukshmërisë së detyruar. Emri im është Selman Onuzi. Punoj si roje nate prej 7 vitesh. Por para kësaj isha profesor historie. Jam diplomuar në Universitetin e Tiranës, kam bërë specializim për historinë e mesjetës. Kam dhënë mësim në shkolla publike për 12 vjet. Por kur mbusha të 40-tat, më pushuan. Thanë se duhej të rinovonin stafin, të sillnin gjak të ri. Unë e përktheva këtë në kokën time, isha shumë i vjetër, shumë i padobishëm për ta. Dërgova mbi 200 savë. Asnjë përgjigje. Atëherë pranova punën e rojes sepse më duhej të haja. Por unë jam ende profesor. Vetëm se askush nuk dëshiron të dëgjojë atë që kam për të mësuar. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, e ngarkuar me një të vërtet të dhimbshme që të gjithë aty e njihnin. Besniku ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Ai bëri një gjest që Selmani të vazhdonte. Dhe unë flas 3 gjuhë, vazhdoi Selmani. Shqip, anglisht dhe frëngjisht. I mësova vetë, duke studiuar natën pas pune, sepse gjithmonë kam besuar se dia është rezistencë. Që askush nuk mund të ta marrë atë që di. Besniku mbylli sytë për një sekond të shkurtër. Ato fjalë ishin njëhon e atyre që Dritani kishte thënë për baban e tij. Ishte sikur kishte një zinxhir të padukshëm që lidhte të gjithë ata njerëz, të gjitha ato histori talentesh të shpërdoruara, potenciali të injoruar, njerëzje të mohuar. Faleminderit, Selman, tha Besniku me zë të ngjirur. Historia jote do të dëgjohet. Premtoj. Selmani pohoi me kokë dhe u kthye në vendin e tij. Pastaj erdhi radha e vjollcës, kuzhiniere e kafenesë së katit të 12. Një grua rreth të 50-tave, me flokë të kaftë me fije të thinjura, përparse gjithmonë të patëmet dhe buzëqeshje që fshite një trishtim të thellë. Emri im është Vjollca Sula. Punoj në kuzhinë prej 4 vitesh, duke bërë sanduiqe dhe kafe për punonjësit. Por unë kam qenë shefe ekzekutive kuzhine. Kam punuar në restorante të larta në Tiranë për gati 20 vjet. Kam fituar çmime, kam dalë në për revista, jam intervistuar në televizion. Por kur bashkëshorti im u sëmur, më duhej orar fleksibël për t'u kujdesur për të. Kërkova reduktim orari, ofrova të punoja me gjysmë orari, por më hoqën. Thanë se një shef nuk mund të ketë gjysmë orari, se kuzhina kërkon dedikim total. Sikur unë nuk kisha dedikim.
Sikur. Dedikimi im ndaj burrit tim ishte më pak i rëndësishëm. Ai iku para 2 vitesh, por unë kur nuk arrita të kthehesha më në gastronomi. Siç duket, një shkëputje prej 2 vitesh të bën të parëndësishme. Zëri i saj u drodh në fund dhe ju desh të pastronte fytin para se të vazhdonte. Por unë ende bëj ëmbëlsirat më të mira të këtij qyteti. Dhe njerëzit që han sanduiqet e mia as nuk e din që po han ushqim të bërë nga dikush që dikur ka përgatitur darka për president e ambasador. Luljeta ishte pranë Besnikut dhe edhe ajo kishte lot në sy. Çdo histori që dëgjonte ishte si një thik në zemër, një konstatim brutal se sa talent, sa dije, sa jetë po shpërdoroi vetëm sepse sistemi ishte mizor, i ngurtë, i panjerëzishëm. E radhës që u ngrit ishte Jeta, recepcionistja e hollit kryesor. Një grua e re rreth 32 vjeçare, me lëkurë të qelët, flokë të zi të drejtë dhe syze. Ajo e mbajti mikrofonin me duart që i dridheshin. Emri im është Jeta Ferati. Unë jam diplomate karriere. Ose më sakt, isha. Jam diplomuar për marrëdhënie ndërkombëtare, kalova konkursin në Ministrinë e Punëve të Jashtme, shërbeva në ambasadat të Shqipërisë jashtë shtetit për 5 vjet. Por kur mbeta shtatzën, gjithçka ndryshoi. Mundësitë filluan të shteronin. Më transferuan në poste gjithnjë e më pak të rëndësishme. Thoshin se nuk mund të udhëtoja më aq shumë, nuk mund të punoja më deri vonë, nuk mund të dedikohesha si më parë. Sikur të qenit nën më bënte më pak të aftë. Përfundimisht dhash dorëheqjen sepse nuk duroja dot më të trajtohesha sikur isha problem. Erdha të punoja këtu në recepcion sepse më duhej një rrogë fikse për të rritur vajzën time e vetme. Por unë flas 5 gjuhë. Marr vesh nga diplomacia, nga negociatat ndërkombëtare, nga protokolli. Dhe rri këtu duke u përgjigjur në telefon, duke caktuar vizita, duke u buzëqeshur njerëzve që as nuk më shohin në fytyrë. Besniku po ndjente diçka që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Ishte zemërim, por jo i drejtuar ndaj dikujt specifik. Ishte zemërim ndaj sistemit, ndaj shoqërisë, ndaj mënyrës se si ishin gjërat. Dhe në të njëjtën kohë ishte turp. Turp që bënte pjesë në atë sistem. Turp që kishte kontribuar në atë padrejtësi. Mbledhja vazhdoi për gati 3 orë. Çdo histori ishte më prekse se tjetra. Kishte pastruesin që ishte inxhinier mekanik, por humbi punën në krizën ekonomike dhe kur nuk u kthye më në profesion. Kishte ndihmës pastruesen që kishte 2 diploma, një në pedagogji dhe një në psikologji, por nuk gjente punë sepse ishte 55 vjeçe. Kishte rojen e pasdites që kishte qenë analist sistemesh, por pësoi një aksident që e la me vështirësi në lëvizje, dhe edhe pse u shërua, asnjë kompani teknologjie nuk deshi ta punësonte. Çdo histori ishte një grusht në stomak. Çdo rrëfim ishte një provë e gjallë se si shoqëria shpërdoronte njerëzit, si i trajtonte qenjet njerëzore si pjesë të këmbyeshme, si paragjykimi, diskriminimi i moshës, i aftësisë, i gjinisë dhe i prejardhjes shkatëronin jetë dhe karriera. Kur personi i fundit mbaroi së foluri, Besniku eci deri në qendër të skenës dhe qëndroi aty në heshtje duke parë ato fytyra. Fytyra që i kishte parë mira herë nëpër korridore, në hyrje, në dalje, por që kur nuk i kishte parë vërtet. Dhe tani i shite. Shite gjithçka. Shite dhimbjen, qëndresën, forcën, dinjitetin. Unë nuk kam fjalë, filloi ai me zë të mbytur. Kam kaluar dekada duke ndërtuar këtë kompani, duke menduar se po krijoja diçka të madhe, diçka të rëndësishme. Por sot kuptoj se po ndërtoja mbi themele të kalbura. Po perpetuoja padrejtësi. Isha bashkëpunëtor me një sistem që shkatëron njerëz. Dhe ju kërkoj ndjes. Nga zemra. Që kam qenë i verbër. Që kam qenë i shurdhër. Që kam qenë pjesë e problemit. A i bëri një pauzë, mori frymë thellë dhe vazhdoi. Por sot kjo ndryshon. Sot fillon një epokë e re në këtë kompani. Valbona dhe Luljeta do të punojnë bashkë me secilin prej jush për të gjetur mundësi reale. Nëse doni të ktheheni në fushat tuaja të arsimimit, do të krijojmë vende pune. Nëse doni të përditësoheni, do të paguajmë kurse. Nëse keni nevojë për orare fleksibël për shkak të familjes, do t'i përshtatim. Mjaft më me trajtimin e njerëzve si numra. Mjaft më me shpërdorimin e talenteve. Mjaft më me padukshmërinë. Auditori qëndroi në heshtje për disa sekonda dhe pastaj ngadalë dikush filloi të duar trokas. Pastaj tjetri. Dhe tjetri.
derisa i gjithë auditori ishte në këmbë, duke duar trokitur. Nuk ishte një ovacion euforie. Ishte një ovacion lehtësimi, mirënjohjeje, i një shprese që ishte varrosur për aq shumë kohë dhe që më në fund po ringjallej. Lulieta po qante hapur tani dhe nuk përpiqej më ta fshite. Besniku e shikoi atë dhe ndiu një thirrje të asaj që mund të quhej krenari. Jo krenaria arrogante e dikurshme, por një krenari e sinqert që shihte dikë që kishte qenë i padukshëm tani të ishte aty, duke bërë histori, duke ndryshuar jetë. Lajmi i mbledhjes u përhap si zjarri. Së pari brenda kompanisë, pastaj jashtë. Punonësit e kateve të tjera filluan të komentonin për atë që kishte ndodhur. Disa me skepticizëm, duke menduar se ishte vetëm një strategji tjetër marketingu i brendshëm. Të tjerë me kuriozitet të sinqertë. Dhe disa me zili, duke ndjerë se punonësit e bazës po merrnin privilegje të padrejta. Por asgjë nga këto nuk pati rëndësi kur, 3 ditë më vonë, Arben Leka bëri diçka që do të ndryshonte gjithçka. Arbeni kur nuk e kishte falur besnikun që u përkul para atij djali. E shite atë si dobësi, si tradhti ndaj parimeve që ata kishin mbrojtur gjithmonë. Dhe ai kishte armën e përsosur për të shkatëruar besnikun, videon. Sepse, natyrisht, kishte një video. E gjithë ajo sallë mbledhjesh kishte kamera sigurie që regjistronin gjithçka 24 orë në ditë. Dhe Arbeni kishte akses në ato regjistrime. Ai ishte përgjegjës për sigurinë e ndërtesës përmes një prej kompanive të tij të kontraktuara. Në një natë të martë, Arbeni hyri në sistem, shkarkoi videon e plot të poshtërimit të Dritanit dhe Lulietës, e editoi për të hequr vetëm pjesën finale ku besniku e mbajti premtimin, dhe pastaj e dërgoi në mënyrë anonime në 3 portale të mëdha lajmesh dhe të një dyzinë influencuesish digital me miliona ndjekës. Videoja shpërtheu. Në më pak se 12 orë, kishte tashmë mbi 20 milion shikime. Njerëzit ishin të tmerruar, të indinjuar, të revoltuar. Të shije një djalë 9 vjeçar duke u poshtëruar në atë mënyrë, të shije nënën e tij duke u detyruar të tregonte rrogën e saj, të shije sipërmarrësit duke qeshur me situatën, ishte e tepërt për publikun. Besnik Kastrati u bë simboli i gjithçkaje që ishte e gabuar në kapitalizmin shqiptar. Fotoja e tij ishte në të gjitha kopertinat e gazetave, në të gjitha trending topics, në të gjitha bisedat. Ai ishte vilani. Monstra. Sipërmarrësi mizor që poshtëronte fëmijët e varfër për argëtim. Aksionet e Kastrati Holdings ranë me 23% brenda një dite të vetme. Klientët anuluan kontratat. Furnitorët kërkuan rinegocime. Grupet e konsumatorëve organizuan bojkotime. Bordi administrativ thiri një mbledhje urgjente. Besniku ishte në zyrën e tij kur mori telefonatën nga Sokol Dritani, kryetari i bordit. Zëri nga ana tjetër e linjës ishte i mbushur me zemërim dhe dëshpërim. Besnik, a mund të më shpjegosh çfarë dreqin është kjo? A e kupton krizën që po shkakton? Aksionet ranë pikjat. Kemi investitorë që duan të tërhiqen. Punonjës që japin dorëheqjen. Kjo është një katastrofë. Besniku ishte ulur në koltukun e tij, duke parë kompjuterin ku videoja po shfaqej për të mitën herë. Ai shite veten duke u tallur me Dritanin. Shite djalin e zbathur, me rrobat e grisura. Shite Lulietën duke u poshtëruar. Dhe ndjente një përzierje të thellë pështjellimi. E di, Sokol. E pash. Të shohësh nuk zgjidh asgjë. Bërtiti Sokoli. Kemi nevojë për veprim. Kemi nevojë për kontroll dëmi. Do të duhet të japësh dorëheqjen. Nuk ka zgjidhje tjetër. Je bërë toksik për kompaninë. Besniku mbylli sytë. Një pjesë e tij donte të luftonte, të rezistonte, të mbrojë. Por një pjesë tjetër, pjesa që ishte transformuar nga një djalë 9 vjeçar, e dinte se kjo ishte e merituar. Ai e kishte bërë atë gjë. Ai kishte qenë ai monstra. Dhe tani po korte pasojat. Nuk do të jap dorëheqjen, tha besniku me një qetësi që e surprizoi edhe atë vetë. Por do të bëj diçka më të mirë. Do ta pranoj. Ta pranosh? Çfarë do të thuash me ta pranosh? Do të caktoj një konferencë shtypi. Do të dalë në krah të Lulietës dhe Dritanit. Do të tregoj historinë e plotë. Nuk do të fshihem. Do të përballem. Besnik, ky është vetvrasje profesionale.
Nëse del publikisht tani, do të përkeqësosh gjithçka. Lëri avokatët të merren me këtë, lëre zyrën e shtypit, jo, ndërhyri Besniku. Mjaft me zyra shtypi, mjaft me avokat, mjaft me njoftime zyrtare të ftohta dhe të llogaritura. Unë e bëra atë. Isha unë. Dhe do të mbaj pasojat. Caktoje konferencën për nesër. Dhe para se Sokoli të mund të protestonte, Besniku e mbylli telefonin. Ai atëherë mori celularin dhe thiri Luljetën. Ajo u përgjigj në zilen e tretë, me zë të shqetësuar. Zoti Kastrati? E pash videon. Të gjithë e pan. Unë, Luljeta, më duhet ndihma jote. Më duhet që ti dhe Dritani të dilni me mua në një konferencë shtypi nesër. Do të tregoj historinë e plotë. Do të pranoj gjithçka që bëra. Por mund ta bëj këtë vetëm nëse ju jeni me mua. Pati një heshtje nga ana tjetër e linjës. Besniku mund të dëgjonte Dritanin në sfond duke pyetur kush ishte. Luljeta murmuriti diçka për djalin dhe pastaj u kthye në telefon. Pse duhet ta bëj këtë? Pse duhet t'ju ndihmoj pas gjithë asaj që na bëtë? Besniku ndjeu fytin t'i shtrëngoi. Ishte një pyetje e drejtë. Më se e drejtë. Sepse ti je më e mirë se unë. Sepse Dritani është më i mirë se unë. Sepse ju më mësuat diçka që unë e kisha harruar. Dhe sepse historia e plot duhet treguar. Jo versioni i edituar që po shpërndajnë, por e vërteta e plot. Përfshir pjesën ku unë dështova, por edhe pjesën ku u përpoqja ta ndreqja. Njerëzit duhet ta dinë se është e mundur të ndryshosh. Se është e mundur të mësosh. Se është e mundur të pendohesh. Një heshtje tjetër. Dhe pastaj, Luljeta u përgjigj me një zë të lodhur por të fortë. Do të bisedoj me Dritanin. Nëse ai pranon, ne do të vim. Por ka një kusht. Cilin? Ju do të njoftoni se 20 milion eurot që ofruat si shaka do të investohen vërtet në fondin arsimor. Të gjitha paratë. Dhe do ta bëni këtë në emër të Hekuranit, babait të Dritanit. Besniku ndjeu lotët t'i digjnin sytë. Ai pohoi me kokë, edhe pse e dinte se ajo nuk mund ta shite. U bë. Faleminderit, Luljeta. Konferenca e shtypit u caktua për në orën 10 të mëngjesit të ditës tjetër, në auditorin kryesor të Kastrati Holdings. Mbi 200 gazetar, reporter, fotograf dhe kamera televizive mbushnin hapësirën. Furgonët e raportimit bllokonin bulevardin. Ishte cirku më i madh mediatik që Tirana kishte parë në vite. Besniku hyri në sken i pari. Kishte veshur një kostum të thjeshtë, pa kravat, pa luks. Dukej sikur ishte plakur 10 vjet brenda një jave. Rrathët e zinë nën sy, shpatullat lehtësisht të përkulura, shpreha e rënduar. Në krah të tij hyn Luljeta dhe Dritani. Ajo kishte veshur një komplet serioz diskret, ai kishte veshur këmishën e shkollës dhe pantallona jeans. Djali mbante fort dorën e nënës. Heshtja që u vendos kur ata u pozicionuan para mikrofonave ishte pothuajse e prekshme. Flashet e kamerave shkrepeshin pa pushim. Besniku mori frym thellë dhe filloi të fliste, pa lexuar asnjë shënim, pa skenar, thjesht duke folur nga zemra. Emri im është Besnik Kastrati. Unë jam burri i videos që keni parë. Unë jam ai që poshtëroi një fëmijë dhe nënën e tij. Unë e bëra atë gjë. Dhe nuk ka asnjë justifikim për atë që bëra. Nuk ka asnjë arsye. Ishte mizore. Ishte e panjerëzishme. Ishte e pambrojtshme. Ai bëri një pauzë duke parë drejt kamerave. Për dekada e përdora pushtetin tim për të shtypur njerëzit. Për t'u tallur me ata që kishin më pak. Për t'u ndjerë superior. Ndërtova një perandori, por e bëra këtë duke shkelur mbi ata që nuk kishin si të mbroheshin. Dhe mendova se kisha të drejtë. Mendova se kjo ishte forcë. Por gabova. Gabova tmerrësisht. Lotët filluan të rridhnin në fytyrën e tij dhe ai nuk i fshiu. Ky djalë në krahun tim, Dritan Shala, më dha mësimin më të madh të jetës sime. Ai, 9 vjeç, i zbathur, me rrobat e grisura, më tregoi çfarë është dinjiteti. Çfarë është guximi. Çfarë është njerëzia. Ai mund t'i kishte pranuar paratë që ofrova. Mund të ishte hakmarr. Por jo. Ai kërkoi drejtësi. Kërkoi respekt.
Kërkoi mundësi jo vetëm për të, por për të gjithë. Besniku u kthye nga Dritani dhe Lulieta dhe bëri diçka që i shokoi të gjithë të pranishmi. Ai u ulej në gjunjë. Atje, para 200 kamerave, para gjithë botës, Manjati u ulej në gjunjë para fëmijës dhe nënës që kishte poshtëruar. Ju kërkoj ndjes. Me gjithë zemrën time. Për atë që bëra. Për dhimbjen që shkaktova. Për poshtërimin që imponova. Ju nuk e meritonit atë. Askush nuk e meriton. Lulieta po qante. Dritani qëndronte serioz, por sytë e tij shkëlqenin nga lotët e përmbajtur. Djali atëherë bëri diçka të papritur. Ai zgjati dorën drejt besnikut duke e ndihmuar të ngrihej. Ngrihu, zoti kastrati. Nuk është duke u ulur në gjunjë që do t'i ndreqni gjërat. Është duke punuar. Është duke ndryshuar. Është duke bërë ndryshe. Salla shpërtheu. Gazetarët bërtisnin pyetje. Kamerat shkrepeshin. Por Dritani nuk kishte mbaruar. Ai mori mikrofonin dhe ndonë se ishte shumë i vogël për të arritur rehat, u zgjat mbi majat e këmbëve dhe foli me një zë të qartë dhe të fortë që bëri jehon në të gjithë auditorin. Atë më mësonte se çdo njeri meriton një shans të dytë. Që njerëzit mund të gabojnë, por edhe mund të mësojnë. Zoti kastrati gaboi. Gaboi shumë. Por ai po përpiqet edhe ta ndreqë. Dhe kjo vlen diçka. Dritani shikoi kamerat, gazetarët, botën që po e ndiqte. Unë nuk jam special. Nëna ime nuk është speciale. Jemi njerëz të thjeshtë. Por jemi njerëz. Me dinjitet. Me ëndra. Me vlerë. Dhe ka miliona njerëz si ne, duke punuar në punë të padukshme, duke u trajtuar sikur nuk ekzistojnë. Dhe kjo duhet të ndryshojë. Jo vetëm në këtë kompani, por kudo. Ai tregoi besnikun. Zoti kastrati premtoi të investoj 20 milion euro në fondin arsimor në emër të babait tim. Dhe ai do ta mbaj premtimin. Sepse kështu fillojmë t'i ndreqim gjërat. Një premtim pas tjetrit. Një mundësi pas tjetrës. Një njeri pas tjetrit. Pyetjet e gazetarëve ishin të shumta. Për videon, për ndryshimin e besnikut, për fondin arsimor, për aksionet e kompanisë, për gjithçka. Besniku u përgjigj të gjithave me sinqeritet brutal. Pranoi gabimet e tij pa u përpjekur të shfaqsojë. Foli për ndryshimet që po implementonte. Për Selmanin, Vjollcën, jetën dhe të gjitha talentet e tjera të shpërdoruara që ishin zbuluar. Konferenca zgjati gati 2 orë. Kur mbaroi, askush nuk e dinte eksaktësisht se si do të reagonte opinioni publik. Besniku ishte ekspozuar plotësisht. Kishte pranuar gjithçka. Kishte treguar vulnerabilitet. Në një botë liderësh që kur nuk pranojnë gabime, ajo ishte ose shumë e guximshme ose shumë budallaqe. Në orët që pasuan, interneti shpërtheu përsëri. Por këtë herë, toni ishte tjetër. Kishte, sigurisht, nga ata që thoshin se ishte e gjitha teatër, se besniku po përpiqej vetëm të shpëtonte imazhin e tij. Por kishte edhe një val në rritje njerëzish që u prekën nga guximi për ta pranuar. Nga përullësia për të ulur në gjunjë. Nga fjalimi i Dritanit. Ditët që pasuan konferencën e shtypit ishin më intensive të jetës së besnik kastratit. Reagimi ishte global. Videoja e konferencës me besnikun duke ulur në gjunjë dhe Dritanin duke folur për dinjitetin u bë virale edhe më shumë se videoja e poshtërimit origjinal. Kanalet e lajmeve ndërkombëtare raportuan historinë. Psikolog, sociolog dhe specialist të sjelljes njerëzore diskutuan rastin në programe televizive e artikuj akademik. Reagimi publik ishte i ndarë, por diçka po ndryshonte. Ndërsa disa vazhdonin ta quanin besnikun hipokrit dhe oportunist, të tjerë shihnin aty diçka të rrallë në botën korporative moderne, dikë që pranon publikisht se gaboi dhe përpiqet të ndryshojë vërtet. Dhe kjo zë i dytë po rritej. Aksionet e Kastrati Holdings, që kishin rënë në një nivel të rrezikshëm, filluan të stabilizoheshin. Nuk u kthyen në nivelin e mëparshëm menjëherë, por ndaluan së rëni. Disa investitorë që kishin kërcënuar të largoheshin vendosën të prisnin e të shihnin çfarë do të ndodhte. Dhe diçka po ndodhte. Besniku nuk po fliste vetëm. Po vepronte. Të nesërmen e konferencës, ai mblodhi të gjithë drejtorinë e kompanisë në një sallë mbledhjesh.
Këtë herë nuk kishte puro, whisky apo luks. Vetëm kafe dhe ujë. Dhe një agjend të qartë. Që nga sot, njoftoi ai me zë të fortë, kjo kompani do të operojë në një mënyrë tjetër. Të gjitha kontraktimet e shërbimeve bazë do të rishikohen. Kontratat që paguajnë rroga abuzive do të rinegociohen për të garantuar dinjitet për punëtorët. Çdo punonjës, pavarësisht pozicionit, do të ketë akses në të njëjtat përfitime bazë. Sigurim shëndetësor, bono ushqimi, transport. Pa përjashtim. Disa drejtorë u përpoqën të protestonin duke folur për kostot, për ndikimin në fitime, për nevojën e konkurrueshmërisë. Besniku i ndërpreu me një gest dore. Fitimi është i rëndësishëm. Por jo me çdo kusht. Nëse kjo kompani nuk arrin të jetë fitimpruese duke paguar rroga dinjitoze dhe duke ofruar kushte njerëzore, atëherë nuk meriton të ekzistojë. Është kaq e thjeshtë. Ishte në atë moment që shumë nga drejtorët kuptuan se nuk po kishin të bënin më me besnikun e dikurshëm. Ky ishte një burr tjetër. I transformuar. Dhe ata që nuk e pranonin atë transformim, dalë nga dalë, filluan të largoheshin. Arben Leka ishte një nga të parët. Dha dorëheqjen nga të gjitha postet e tij në bord dhe ndërpreu marrëdhënie tregtare me Castrati Holdings. Të tjerë e ndoqën. Por për secilin që largohej, profesionistë të rinj mbërrinin. Njerëz që identifikoheshin me filozofinë e re. Menaxherë që besonin në përgjegjësinë sociale. Investitorë që prioritizonin ndikimin mbi fitimin e menjëhershëm. Dhe dalë nga dalë, kompania filloi të transformohej nga brenda jashtë. Lulieta, që tani zinte një pozicion koordinimi në departamentin e burimeve njerëzore, udhëhiqte grupin e punës për ripozicionimin e talenteve. Selmani la sigurinë e natës dhe kaloi të koordinonte një program edukimi korporativ, duke dhënë leksione dhe seminare për diversitetin dhe përfshirjen. Vjollca mori menaxhimin e kafenes dhe implementoi një menu krejtësisht të re, duke sjellë koncepte të gastronomisë së qëndrueshme dhe të shëndetshme. Jeta u transferua në departamentin e marrëdhënieve ndërkombëtare të kompanisë, ku më në fund mund të përdorte 5 gjuhët e saj dhe përvojën diplomatike. Çdo histori transformimi bëhej lajm. Çdo punonjës i ripozicionuar ishte një shembull i gjallë se ishte e mundur të bëhej ndryshe. Dhe kjo filloi të frymëzonte kompani të tjera. Së pari në Tiranë, pastaj në qytete të tjera, pastaj jashtë vendit. Modeli i Castrati Holdings po bëhej referencë jo për madhësinë apo fitimin e tij, por për njerëzinë e tij. Instituti Hekuran Shala për arsim dhe mundësi u lançua zyrtarisht 3 muaj pas konferencës së shtypit. Ceremonia ndodhi në një shkollë publike të periferisë së Tiranës, në kombinat larg salloneve luksoze të bulevardit. Besniku nguli këmbë për këtë. Donte që lançimi të ndodhte aty ku instituti vërtet do të bënte ndryshim. Obori i shkollës ishte i mbushur plot. Qindra fëmijë, prindër, mësues, punonjës, gazetar. Dritani ishte aty, në krah të nënës, me uniformën e shkollës. Kur besniku filloi fjalimin e tij, ai nuk foli për kamerat. U foli fëmijëve. Ky institut mban emrin e Hekuran Shalës, një burr që kur nuk e njoha, por që ndryshoi jetën time përmes djalit që ai rriti. Hekurani i mësoi Dritanit se dia është e vetmja gjë që askush nuk mund t'ju marrë. Dhe sot, në emër të tij, po garantojmë që fëmijët të tjerë të kenë akses në këtë dije. Besniku tregoi një pllak bronzi që po inaugurohej në hyrje të shkollës, me emrin e Hekuran Shalës të gdhendur me shkronja të mëdha. Kjo nuk është një nder. Nuk është bamirësi. Është drejtësi. Është minimumi që një shoqëri duhet të garantojë, që çdo fëmijë, pavarësisht ku lindi, sa fitojnë prindërit e tij, ngjyrës së lëkurës së tij, të ketë shansin të zhvillojë potencialin e tij. Dhe nëse dikush pyet pse një sipërmarrës po investon 20 milion euro në këtë, përgjigjja është e thjeshtë, sepse ne ua kemi borxh këtë. Sepse për dekada morëm më shumë se sa kthyem. Sepse ka ardhur koha të ndryshojmë. Fëmijët duar trokitën. Jo sepse kuptonin plotësisht të gjitha fjalët, por sepse ndjenin emocionin, sinqeritetin, transformimin që po ndodhte aty. Dritani u ftuar të fliste gjithashtu. Ai u ngjit në skenën e vogël të improvizuar, mori mikrofonin dhe shikoi fëmijët e tjerë, shumë prej të cilëve ishin po aq të varfër sa kishte qenë ai. Disa ishin të zbathur. Të tjerë me rroba të grisura. Por të gjithë kishin të njëjtët sy të mëdhenj dhe vëzhgues që kishte edhe ai.
Atë më thoshte se ne nuk zgjedhim ku lindim. Nuk zgjedhim nëse do të kemi para apo jo. Por ne mund të zgjedhim kush duam të jemi. Unë zgjodha të mos pranoj poshtërimin. Zgjodha të luftoj për respekt. Dhe edhe ju mund të zgjidhni. Mund të studioni, mund të mësoni, mund të ëndërroni. Dhe tani, me këtë institut, do të keni edhe një mjet më shumë për t'i shndërruar ato ëndra në realitet. Ovacionet ishin shurdhuese. Nënat qanin. Mësuesit ishin të emocionuar. Dhe besniku, që po ndiqte nga një qoshe diskrete, ndjeu diçka që nuk e ndjente prej kohësh. Ndjeu se jeta e tij kishte qëllim. Ndjeu se më në fund po bënte diçka që vërtet kishte rëndësi. Muajt kaluan. Instituti Hekuran Shala u rrit. Filloi duke shërbyer 50 fëmijë. Në fund të vitit të parë ishin tashmë 200. Në vitin e dytë 500. Kompani të tjera filluan të mbështesnin financiarisht projektin. Vullnetar u ofruan për të dhënë mësime plotësuese. Universitetet nënshkruan partneritete për të ofruar bursa të plota për nxënësit e institutit që arrinin në arsimin e lartë. Edhe Kastrati Holdings ndryshoi. Aksionet u kthyen të rriteshin, jo në nivelet e mëparshme, por në një nivel të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm. Kompania humbi disa klientë që nuk identifikoheshin me filozofinë e re, por fitoi të tjerë që vlerësonin përgjegjësinë sociale. Fitimi ul fillimisht rreth 15%, por kompania ishte më e qëndrueshme, më njerëzore, më e lidhur me punonjësit e saj. Besniku gjithashtu ndryshoi. Jo vetëm në fjalime, por në veprime konkrete. Uli rrogën e tij me 40% dhe e ridrejtoi atë vlerë në programe sociale të brendshme. Hoqi dorë nga përdorimi i helikopterit privat duke kaluar në përdorimin e shoferit ose madje transportit publik kur ishte e mundur. Shiti 2 nga 3 vilat që zotëronte dhe dhuroi vlerën për organizata që punonin me arsimin dhe strehimin popullor. Por ndryshimi më domethënës ishte në atë kasafort të vogël prej titani në katin e 42. Besniku e kishte mbajtur premtimin për të ndryshuar kodin. Por nuk zgjodhi një fjalëkalim të rastësishëm. Zgjodhi diçka që do të kishte kuptim. Tani, kodi i hyrjes ishte data e lindjes së dritanit, 12 mars 2016. Çdo herë që besnikut i duhej ta hapte atë kasafort, i duhej të shtypte atë datë. Dhe çdo herë që e shtypte, kujtohej. Kujtohej për poshtërimin që kishte shkaktuar. Kujtohej për mësimin që kishte marrë. Kujtohej se pushteti pa njerëzi është vetëm tirani. Brenda kasafortës nuk kishte më vetëm dokumente korporative dhe para. Kishte diçka më të vlefshme. Letra. Qindra të tilla. Ishin letra falënderimi nga fëmijët e parë të përfituar nga instituti. Letra nga punonjësit që ishin ripozicionuar në poste konform kualifikimeve të tyre. Letra nga nëna që tani mund të ëndërronin për një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre. Besniku ruante secilën prej tyre si thesare. Dhe në netët pa gjumë, kur dyshimet lindnin, kur presioni i tregut shtrëngonte, kur zërat thoshin se ai po tregohej i dobët, ai e hapte atë kasafort dhe lexonte ato letra. Dhe kujtohej pse po e bënte gjithë atë. Ishte në një nga ato net, 6 muaj pas lançimit të institutit, që besniku mori një letër tjetër. Erdhi me postë tradicionale në një zarf të thjeshtë, pa dërgues. Brenda ishte një flet letre e shkruar me dorë. Shkrimi ishte elegant, por dridhës. Besniku e njohu se i kujt ishte para se të fillonte ta lexonte. Ishte i Arben Lekës. Letra fillonte kështu. Besnik, nuk e di nëse do ta lexosh këtë. Nuk e di nëse duhet të shkruaja. Por më duhet ta heq këtë nga shpirti. Isha unë ai që e nxori videon. Unë që të tradhtova. Mendova se po të ndëshkoja që u përkule para atij djali. Mendova se po mbroja vlerat tona, mënyrën tonë të parit të botës. Por e kisha gabim. Besniku u ul ngadalë në koltuk, me zemrën që i rritë shpejt. Vazhdoi leximin. Vajza ime, flutura, ajo është 16 vjeçe. Javën e kaluar, ajo e pa videon e konferencës në një orë etike në shkollë. Mësuesja e përdori si shembull të udhëheqjes dhe transformimit. Dhe kur flutura erdhi në shtëpi, ajo më përballi. Ajo më pyeti, baba, a do të kishit guxim t'i pranonit gabimet tuaja siç bëri zoti Kastrati?
A do të kishit guxim të uleshit në gjunjë e të kërkonit ndjes? Besniku ndjeu një lëshon në fyt. Vazhdoi leximin. Unë nuk dita t'i përgjigjesha. Qëndrova në heshtje. Dhe në atë heshtje, unë pash veten time. Vërtet e pash. Dhe nuk më pëlqeu ajo që pash. Kuptova se kisha kaluar gjithë jetën duke ndërtuar një imazh burri të fortë, të pathyeshëm, që kur nuk pranon dobësi. Por çfarë është forca, besnik? Të poshtërosh fëmijët? Të shfrytëzosh punonisit? Të mos pranosh kur që gabove? Kjo nuk është forcë. Është frikacakëri e maskuar. Lotët filluan t'i turbulonin shikimin besnikut. Ju desh të ndalonte leximin për një moment, të fshinte syt, të merrte frym thellë. Dhash dorëheqjen nga të gjitha postet e mia në kompani të tjera. Shita gjysmën e aksioneve të mia dhe krijova një fond mbështetjeje për nënat kryefamiljare, në emër të nënës sime, që rriti 3 fëmijë e vetme dhe kur nuk pati mirënjohje. Po përpiqem, besnik. Po përpiqem të jem më i mirë. Po përpiqem të mësoj nga ai djalë që na mësoi aq shumë. Letra mbaronte me një fjalë të thjeshtë por të fuqishme. Faleminderit që pate guximin të ndryshosh. Ti hape një derë që unë as nuk e dija se ekzistonte. Besniku e palosi letrën me kujdes dhe e ruajti në kasafort, bashkë me të tjerat. Edhe Arbeni po ndryshonte. Dhe kjo do të thoshte se transformimi po shkonte përtej Kastrati Holdings. Po prekte zemra, po ndryshonte mendje, po frymëzonte të tjerë të vinin në pyetje zgjedhjet e tyre. Në fund të atij viti, kompania bëri një auditim të plot të ndikimit social. Shifrat ishin mbresëlënëse. Indeksi i qarkullimit të punonjësve kishte rënë me 60%. Produktiviteti ishte rritur me 25%. Klima organizative ishte përmirësuar dramatikisht. Dhe më e rëndësishmja, 120 punonjës ishin ripozicionuar në poste më të përshtatshme për kualifikimet e tyre, duke rezultuar në histori transformimi që frymëzonin të gjithë të tjerët. Selmani, ishroja që tani koordinonte edukimin korporativ, implementoi një program mentorimi ku ekzekutivet e nivelit të lartë kalonin një ditë duke punuar në funksione operacionale. Besniku ishte i pari që mori pjesë. Kaloi një ditë të tërë duke punuar si ndihmës pastrues, duke pastruar tualete, duke zbrazur kosha mbeturinash, duke fshirë korridore. Në fund të ditës, ishte i raskapitur. Por kishte mësuar më shumë për kompaninë në ato 8 orë se sa kishte mësuar në muaj të tërë raporte financiare. Vjolca, ish kuzhinierja e kafenes që tani ishte menaxhere e sektorit të ushqimit, transformoi plotësisht përvojën gastronomike të kompanisë. Implementoi menu sezonale, organike, të qëndrueshme. Dhe më e rëndësishmja, krijoi një program trajnimi kulinar për punonjësit e tjerë që donin të mësonin zanatin. Kafeneja, që më parë ishte vetëm një vend funksional, u bë një hapësirë bashkëjetese, mësimi dhe dinjiteti. Jeta, ish recepcionistja diplomate, po udhëhiqte zgjerimin ndërkombëtar të kompanisë, duke sjellë përvojën dhe ndjeshmërinë e saj kulturore për negociata që më parë bëheshin në mënyrë të trashë dhe të pasjellshme. Ajo që më parë u përgjigjej telefonatave dhe caktonte vizita, tani po mbyllte kontrata miliona eurosh në 3 gjuhë të ndryshme. Çdo histori e tillë ishte një provë se talentet e shpërdoruara nuk ishin vetëm një humbje individuale, por një humbje kolektive. Kompania ishte më mirë, më njerëzore, më efikase, më e lidhur. Ishte në dhjetor, gati një vit pas asaj pasditeje fatale kur Dritani dhe Luljeta hynë në sallën e mbledhjeve, që ndodhi një takim special. Besniku ftoi Luljetën, Dritanin dhe udhëheqësit kryesor të transformimit të kompanisë për një darkë në shtëpinë e tij. Jo në vilën luksoze që kishte shitur, por në apartamentin më të thjeshtë ku kishte vendosur të jetonte, një 3 dhomësh në një lagje të klasës së mesme, larg ostentacionit të dikurshëm. Tryeza ishte shtruar me thjeshtësi. Ushqim shtëpie i përgatitur nga vetë punonjësja e shtëpisë së besnikut, e cila tani kishte kontratë të rregullt, të gjitha të drejtat e punës dhe trajtohej me respektin që meritonte gjithmonë. Rreth tryezës u ulën njerëz që përfaqësonin gjithë transformimin: Luljeta, Dritani, Selmani, Vjolca, Jeta, Valbona e burimeve njerëzore dhe edhe disa punonjës jetët e të cilëve kishin ndryshuar. Besniku ngriti një gotë me lëng frutash, sepse kishte lënë alkoolin si pjesë të transformimit të tij personal dhe bëri një dolli. Një vit më parë, isha një burr i fuqishëm por i zbrazët. I pasur por i mirë. Kisha gjithçka por nuk isha asgjë.
Atëherë ky djalë këtu, tha ai duke treguar dritanin, më tregoi çfarë isha bërë. Dhe më dha shansin të ndryshoja. Nuk ishte e lehtë. Humba ortak, humba kontrata, humba status. Por fitova diçka shumë më të vlefshme, fitova njerëzin. Të gjithë rreth tryezës ishin të emocionuar. Selmani fshiu diskretisht një lodh. Vjollca shtrëngoi dorën e jetës. Lulieta shikoi djalin me një krenari që ishte pothuajse e prekshme. Dritani, që tani ishte 10 vjeç dhe ishte pak më i gjatë, por mbante të njëjtët sy vëzhgues dhe të thellë, kërkoi të fliste. Besniku pohoi me kokë. Atë më mësonte shumë gjëra, filloi djali me zë të fortë. Por kryesorja ishte se çdo njeri meriton dinjitet. Nuk ka rëndësi nëse je i pasur apo i varfër, i bardh apo i zi, burr apo grua. Çdo njeri është njeri. Dhe njeriu meriton respekt. Zoti Kastrati e mësoi këtë. Dhe po mëson edhe të tjerëve ta mësojnë. Dhe kjo është më e rëndësishme se çdo para, çdo pushtet, çdo gjë. Tryeza mbeti në heshtje për disa sekonda, një heshtje respekti e ngarkuar me emocion. Atëherë Selmani filloi të duartrokas. Pastaj vjollca. Pastaj të gjithë. Dhe në mes të asaj duartrokitjeje, besniku ndjeu diçka që nuk e ndjente prej dekadash, ndjeu se përkiste. Ndjeu se bënte pjesë në diçka më të madhe se vetja. Ndjeu se jeta e tij kishte kuptim. Pas darkës, kur të gjithë kishin ikur, besniku mbeti vetëm në sallon duke parë nga dritarja qytetin. Tirana shkëlqente poshtë, miliona drita që pulsonin në errësirë. Dhe diku në atë pafundësi, kishte luljeta të tjera, dritan të tjerë, Selman, vjollca e jeta të tjera. Njerëz të talentuar që po shpërdoroheshin. Njerëz dinjitoz që po poshtëroheshin. Njerëz të vlefshëm që po bëheshin të padukshëm. Por tani, të paktën, kishte një farë. Kishte një shembull. Kishte një provë se ishte e mundur të bëhej ndryshe. Dhe besniku e dinte se ky ishte vetëm fillimi. Se transformimi nuk mbaronte aty. Se çdo ditë ishte një zgjedhje e re, një mundësi e re për të bërë të duhurën. Ai eci deri në dhomë dhe mori një foto që mbante në komodën e krevatit. Ishte fotoja e konferencës së shtypit, momenti eksakt kur Dritani po e ndihmonte të ngrihej nga toka. Ajo imazh ishte bërë simbol. Ishte shpërndar miliona herë në rrjetet sociale. Ishte bërë kopertinë revistash. Ishte analizuar nga psikolog, sociolog, filozof. Por për besnikun, ai imazh ishte vetëm një kujtesë personale. Një kujtesë se ai kishte rënë. Por që kishte pasur guximin të ngrihej. Dhe që tani kishte përgjegjësinë të ndihmonte edhe të tjerët të ngriheshin. Të nesërmen, besniku mbërriti herët në zyrë, siç bënte gjithmonë tani. Por para se të fillonte të punonte, bëri diçka që ishte bërë ritual. Eci deri në katin e 42, hyri në sallën e mbledhjeve ku gjithçka kishte filluar dhe ndaloi para kasafortës prej titani. Shtypi kodin ngadalë 12/03/2016. Data e lindjes së Dritanit. Dera u hap me një klik të lehtë. Dhe aty brenda, bashkë me letrat dhe dokumentet, ishte një bluzë e vogël e ekipit KF Tirana, e zbardhur dhe e vjetruar. Ishte bluza që Dritani kishte veshur atë ditë fatale. Lulieta e kishte ruajtur dhe pastaj ja kishte dhënë dhuratë besnikut si simbol. Asnjë para, asnjë kontratë, asnjë dokument në atë kasafort nuk vlente më shumë se ajo bluzë. Sepse ajo përfaqësonte gjithçka që kishte rëndësi, për ulësinë, guximin, dinjitetin, njerëzin. Dhe çdo herë që besniku e shikonte, kujtohej se pushteti pa qëllim është vetëm kotësi. Dhe se pasuria pa dëmshuri është vetëm varfëri e maskuar. Ai e mbylli kasafortën me kujdes, rregulloi kostumin dhe u kthye në punë. Kishte mbledhje përpara, vendime për të marrë, probleme për të zgjidhur. Por tani i bënte të gjitha në një mënyrë tjetër. Me ndërgjegje. Me respekt. Me njerëzi. Poshtë, në kombinat të Tiranës, Dritani po hynte në klasën e tij. E njëjta shkollë publike ku instituti Hekuran Shala ishte lançuar. Ai u ul në bankën e tij, hapi fletoren dhe filloi të studionte. Matematik. Lënda e tij e preferuar. Mësuesja shpjegonte ekuacionet e shkallës së dytë dhe Dritani thithte gjithçka me të njëjtën vëmendje që vëzhgonte atë kasafort një vit më parë. Në orën e pushimit disa shok ju afruan.
Donin të dinin për historinë, për videon, për sipërmarrësin. Dritani gjithmonë përgjigjej me durim, por kur me arrogancë. Shpjegonte se nuk kishte bërë asgjë të jashtëzakonshme. Thjesht kishte kërkuar respekt. Dhe se çdo kush mund të bënte të njëjtën gjë. Një nga shokët, një djalë i quajtur Petrit, i holl dhe i turpshëm, pyeti me zë të ulët. Por Dritan, a nuk pate frikë? Nga ai burri i pasur, nga ata të tjerët që qeshnin me ty? Dritani u mendua për një moment para se të përgjigjej. Pata frikë, po. Shumë frikë. Por im atë thoshte gjithmonë se guximi nuk është të mos kesh frikë. Guximi është të kesh frikë dhe ta bësh të duhurën prapë se prapë. Dhe unë duhej ta bëja. Për veten time, për nënën time, për të gjithë njerëzit që janë të padukshëm. Nëse unë nuk do ta bëja, kush do ta bënte? Petriti qëndroi në heshtje, duke përpunuar fjalët. Atëherë buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël por e sinqertë, dhe pohoi me kokë. Ai kuptoi. Dhe ajo farë guximi e mbjell në një bisedë të thjesht pushimi mund të rritej, të shumë fishohej, të shpërndahej. Sepse kjo ishte transformimi i vërtetë. Nuk ishte vetëm të 20 milion euro të investuara. Nuk ishte vetëm të kompania që ndryshoi politikat e saj. Ishte në zemra. Në mendje. Në zgjedhjet e përditshme të njerëzve të thjeshtë që vendosnin të bënin të duhurën, edhe kur ishte e vështirë, edhe kur kishin frikë, edhe kur bota thoshte se nuk ja vlente. Historia që filloi me një poshtërim mizor në një kat luksos të një ndërtese në qendër të Tiranës, përfundoi duke u shpërndarë nëpër shkolla, kompani, shtëpi, biseda darke, orë etike, mbledhje familjare. Përfundoi duke frymëzuar sipërmarrës të tjerë të rishinin praktikat e tyre. Përfundoi duke inkurajuar punonjës të tjerë të kërkonin respekt. Përfundoi duke u treguar fëmijëve të varfër se ata kishin vlerë, pavarësisht ku lindën apo sa fitonin prindërit e tyre. Dhe në qendër të gjithë kësaj, 3 njerëz që përfaqësonin 3 gjenerata, 3 perspektiva, 3 forma guximi, Hekurani, që i mësoi djalit të tij se dia është pushtet, Dritani, që e përdori atë dije për të kërkuar drejtësi, dhe Besniku, që pati për ulësinë të mësonte nga një djalë 9 vjeçar. Vite më vonë, kur Dritani të diplomohej inxhinier me bursë të plot nga instituti Hekuran Shala, ai do ta kujtonte atë ditë. Atë moment kur qëndroi i zbathur dhe me rroba të grisura para burrave të fuqishëm dhe zgjodhi të mos përkulej. Zgjodhi të kërkonte dinitet. Zgjodhi të bënte ndryshimin. Dhe Besniku, kur të ishte i moshuar dhe të kthente kokën pas në jetën e tij, nuk do të kujtonte miliardat që grumbulloi, ndërtesat që ngriti, kontratat që nënshkroi. Do të kujtonte ditën kur u ulej në gjunjë para një fëmije. Ditën kur pranoi se e kishte gabim. Ditën kur zgjodhi të ndryshonte. Sepse në fund, ajo që mbetet nuk është pushteti. Nuk është paraja. Nuk është statusi. Ajo që mbetet është se sa shumë preke jetë. Sa shumë bëre ndryshim. Sa shumë ishe njerëzor. Dhe ky ishte mësimi më i madh i të gjithëve. Një mësim që nuk mësohet në shkolla biznesi, në libra menaxhimi, në konferenca liderësh. Një mësim që mësohet vetëm kur ke guximin të shohësh reflektimin tënd dhe të mos të pëlqej ajo që sheh. Dhe pastaj të kesh guximin edhe më të madh për të ndryshuar. Transformimi kur nuk është i lehtë. Kur nuk është i shpejtë. Kur nuk është i përsosur. Por është gjithmonë i mundur. Për sa kohë ka guxim. Për sa kohë ka përulësi. Për sa kohë ka vullnet të sinqertë për të qenë më i mirë. Dhe kur Besniku të vdiste, shumë vite më vonë, i rrethuar jo nga luksi por nga njerëz që vërtet interesoheshin për të, gjëja e fundit që do të shite nuk do të ishte një kasafort titani apo një perandori korporative. Do të ishte fytyra e një djaloshi 9 vjeçar, i zbathur, me sytë e mëdhenj dhe të thellë, duke zgjatur dorën e duke thënë, ngrihu, zotëri. Nuk është duke u ulur në gjunjë që ndreqin gjërat. Është duke punuar. Është duke ndryshuar. Është duke bërë ndryshe. Dhe ai do ta kishte bërë. Bërë ndryshe. Ndryshuar. Punuar. Jo në mënyrë të përsosur, por me ndershmëri. Dhe në fund, kjo ishte gjithçka që kishte rëndësi.